rollën ngjarjet. Si shqiptaro-amerikan tani, zoti Boga, si i shikoni ju marrëdhëniet mes Shtetit Bashkuara dhe Shqipërisë, historiket në i dim se sa të mira janë, është deri në fund. Në fund ka pasur pastaj disa pikpyetje, që nga ardhja e Trumpit me fokusimin e Amerikës në vetvete, të gjithë kanë pyetur, po ne do kemi më vëmendje, do ketë rajoni ynë më vëmendje apo jo. Deri tek lufta pastaj që zoti Trumpi ka shpallur karteleve të drogës, ku duket se edhe Shqipëria është tashmë një zë gjithnjë më i fuqishëm në këto kartele, për të mos përmendur rastin me Gonigal pastaj që ishte një njoll, le të themi, marrëdhënien mes Shtetit Bashkuara dhe Shqipërisë, që të korruptohet një drejtor i FBI-s nga Shqipëria, e kështu me radhë. Dhe pastaj këto akti fundit i kryeministrit Rama, po më në përgjithësi, si e shikoni? Ka më vëmendje apo s'ka më vëmendje? Nëse ka, çfarë vëmendje është ajo? Ta filloj pikërisht nga kur një komb është në anën e volitshme të historisë, atë duhet ta shfrytëzohet sa më parë. Ky shekull është shekullin. Jo se Amerika po Evropa si kemi bërë shqiptarëve duhet bëjnë diçka. Ndoshta ka pas influencë, dhe ajo po ishte ndryshimi gjeopolitik në rajon, që na bani neve që t'jemi në anën e volitshme të historisë. Projekti se si do të sillen me Shqipërinë edhe në Ballkanin është bërë nga herë, moti. Unë kam lexuar para se fillojnë krizat në Jugosllavi. Thu se po lexoj një skenar të një drame. Edhe deri tani çdo gjë është bë qashtu si e kanë vetëm gjë, për shembull se aty theksohej se do të filloj lufta në Sloveni, vërtet do të fillojnë në Kosovë, fillojnë në Sloveni, por e përshiu gjithë. Na kanë thënë dhe të tjerë që Amerika tenton, edhe Evropa, që Tiranën me bëhet qendër, që dikur ka qenë Beogradi, me bëhet qendër dhe për Ballkan. Ai që e tha këtë, se ishte në funksion mjaft të lartë, edhe Beogradi tha do të mbes, po jo ashtu si ka qenë, po do të mbes, prandaj kur i shef që vinë tash edhe bëhen mbledhje në Tiranë, mbledhje në nivelit evropian. Mos mendojnë dikur se është Rama ai që i tërheqë dhe vinë për çështje të Ramës. Jo. Ata thjesht luajnë atë rolin, atë skenarin që thash është i bëm, që Shqipëria të ngritet. Mirë po, tash a kemi shfrytzuar në këtë moment ajo sa duhet? Që nisi që me presidentin Bushaj, kur e thiri këtu dhe Kroacinë dhe Maqedoninë që ishin akoma anëtarët NATO-s atëherë. Po, është qartë. Prandaj, gjëra duhet të shqyrtohen pak në mes të rreshtave, jo në sipërfaqe ashtu se nuk e kupton si çka është ka bëhet. Pse mos ishte ky skenar kishte ndërhyrë Amerika thua NATO në Kosovë? Jo, me që se diaspora ka ndikuar mjaft aty, unë kam qenë një prej atyre që kam qenë i angazhuar atje. Por përsëri thash jemi në anën e mirë të valës historike që po ndodh. Sa i përket marrëdhënieve në mes Amerikës dhe Shqipërisë, ato janë të mira. Përse janë mira, se janë të përcaktuara më parë. Tash duhet jo po i lidhim të marrëdhënie, po si po i fuqizojmë, si po i bëjmë ashtu në bazë skenarit, si duhet po bë. Probleme ka me Shqipërinë, natyrisht. Sa i përket ju cituat këtë me Gonigal. Në aspektin diplomatik, s'mendoj se ka pas një rëndësi ose e ka luajtur një rol. Ndoshta ka zgjuar një vëmendje ku nga ky aksident edhe në atë nivel ngritet një mikqyrje pak më e thellë, se çka po bëhet, çka është që mos të ketë pasojë edhe në nivelin diplomatik. Rasti i tillë ka pas edhe më përpara, se ka gjenta edhe njerëz të tillë që mundon me shfrytëzu pozitat e tyre, ka pas edhe më përpara në Amerikë, nuk është diçka e rasti rrallë. Prandaj është
ma tepër një çështje juridike, se sa një çështje diplomatike. Megjithëse ai ka qenë thush diplomat atëherë. Prandaj në atë aspekt për Amerikën, po për ne është pak për më shumë. për ju, për ne, për Shqipërinë, është ma problematike se është çka shifet, çka mshefet mas kësaj. Edhe është ai aspekti se e hup besimin të një udhëheq. Domethënë është më tepër lidhet me karakterin, me mos ka ndonjë korrupsion aty që i mshefet, mos ka diçka. Prandaj në Shqipëri